Dritat e ndezura ditën dhe të fikura natën në qershinë e vjetër të Shkupit. Mos investimi në rrugicën e Kovaqve dhe rrugët e zëna nga tavolinat dhe kariket e lokaleve nuk mund të aprishin imazhin e qershisë, tha kryetari i komunës së Çajirit, Izet Megjiti. Sipas tij, në qershi është investuar mjaftueshëm, duke pasur parasysh gjendjen e para 10 viteve. Vetëm sa për informim, vitin e kaluar bashkë me qytetin e Shkupit kemi investuar 500.000 euro, gjysmë milion euro për ndriçimin e tërësishëm të qershisë së vjetër, që në të kaluarën domethënë nuk ka pas as pak. Kryetari Megjiti pranon se mund të jetë bërë ndonjë lëshim, por sipas tij, ato lëshime nuk ndryshojnë asgjë. Mund të ketë edhe lëshime, do shqyrtojmë domethënë ato lëshime të vogla, po këto lëshime të vogla nuk mund të prishin imazhin e qershisë i cili është krijuar me shumë punë dhe zell nga komuna e Çajirit. Megjiti tha se tavolinat dhe kariket në për rrugët e qershisë i kanë lejuar me qëllim që të rritet numri i vizitorëve. Një ditë më parë, televizioni Era informoi për problemet në qershi. Mos investimin që 35 vjet në një rrugicë të qershisë, fenomenin e dritave dhe bllokimin e rrugëve me tavolina.